Andaj Allah Azza wa Jall në shumë ajete kuranore na sqaron se jeta e kësaj bote është jetë e lakmive. Innama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum. Thot Allah Azza wa Jall, më të vërtet jeta e kësaj bote është lojë dhe dëfrim, wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Dhe është stoli dhe është krenari me njëri tjetrin se kush po bën më shumë. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Nuk është bota edhe jeta e kësaj bote diçka e pas një përjetim mashtrues. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kurse jeta e botës tjetër është e vërteta dhe e drejta dhe më e gjata, e përhershme. Innama amwalukum wa auladukum fitna, wallahu indahu ajrun adhim. Me të vërtet pasuria dhe vladi janë fitnë dhe sprovë madhe për juve. E te Zoti është problemi i madh. Andaj muslimani duhet të ketë kujdes nga lakmia dhe dëshira e tij për epshet e kësaj bote. Në mënyrë që epshen e tij ta çes përpara dhe të bëhet epshi Zot i tij. Të bëhet paraja Zot i tij. Të bëhet fama Zot i tij. E të harroj Allahun subhanahu wa ta'ala krijuesin e tij.